përsa i përket ndjekjen e hapave të cilët duhen deri në përfundim të lejes ndërtimit nga të gjithë aplikantët. Ndërkohë, kur flasim për pjesën tjetër të bashkive, më duhet të përmend që rreth 25 bashki tjera janë në procese sipër të përgatitjes dokumentacionit, i cili do të kalojmë pas në qeveri për miratimin e zonave prioritare dhe jam i bindur që në muajt që do kemi përpara do kemi një art plotësuar në të gjithë territorin dhe besoj që targeti që është vendosur për vitin 2026, që do jenë 1000 aplikime të suksesshme, do të realizohet. Në të njëjtën kohë nisma ose iniciativa MSAK për bashkitë sipërmarrëse, po ashtu është tashmë duke u diskutuar thellësisht me disa prej bashkive në vend, ka dhe iniciativa të cilat janë më specifike, siç është Ministria e Ekonomisë që është duke diskutuar me Bashkinë Roskovec, por besoj që në muajt që do të kemi përpara, edhe duke trajtuar procesin regulativ, besoj se ky koncept i ri për sa i përket zhvillimit ekonomik lokal dhe kthimit bashkive në aktor real ekonomik, besoj që do të marrë një formë e cila realisht do të sjellë ndryshim në territor. Për sa i përket kapaciteteve vendore, nisma kryesore është Akademia e Pushtetit Vendor, tashmë e krijuar, duke rritur kapacitetet e veta ditë ditës, kanë filluar më saktë trajnimet e para që janë fokusuar në sistemin parashkollor dhe po ashtu për sa i përket procesit menaxhimit mbetjeve. Akademia është një iniciativë e cila garanton qëndrueshmërinë sepse vetë bashkitë janë pjesë e kësaj iniciative, ku po ashtu bashkitë kanë përcaktuar që do të mbështesin financiarisht Akademinë e Pushtetit Vendor me 50% financimit në 3 vitet e para dhe 50% është një zotim që qeveria shqiptare ka marrë për të mbështetur. Për sa i përket kuadrit regulativ, u përmendën disa iniciativa ligjore, kemi bashkëpunuar ngushësisht me thënë drejtën me disa prej ministrave, sepse shumë iniciativa përkojnë me bashkitë ose me Pushtetin Vendor në tërësi, por dhe me ministren Koçiu, sidomos kur flasim për ligjin e prefektit, Policinë Bashkiake dhe IMT-n, do të jetë e qartë që Policia Bashkiake do të jetë në nivel vendor, pjesë e bashkive. Drafti i rishikuar i cili është shpërndar dhe do diskutohet gjatë kësaj jave që ne kemi takim së bashku me Ministrin e Brendshme me kryetarët e bashkive, besoj do të jetë i qartë që ajo çfarë tashmë po fokusohet dhe Ministria e Brendshme është garantimi i standardeve kombëtare për sa i përket trupës së policisë bashkiake. Ndërkohë çdo gjë tjetër që ka të bëjë me drejtimin, me emërimin dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me ato që janë nevojat në territor, do të jenë absolutisht pjesë e të bashkive në vend. Partneritetet akademike vazhdojnë, do të konsolidohen më tej në vitin 2026. Ne kemi përfshirë universitetet në vend duke marrë në konsiderat disa specifika që ka territori dhe bashki me problematika më të thella. Universitetet do t'i vinë në ndihmë për sa i përket përgatitjes jo thjesht planeve, po dhe studime specifike në mënyrë që të kemi zgjidhje të këtyre problematikave dhe më tepër një roadmap për sa i përket apave që do të ndjekin bashkitë, po ashtu dhe qeveria qendrore që t'i vinë në ndihmë këtyre bashkive. Kur flasim për modernizimin e qeverisjes vendore, projekti kryesor patjetër është digitalizimi i shërbimeve vendore, është një projekt i madh i cili mbështetet nga Banka Botërore. Ministria e Pushtetit Vendor së bashku me Akshin tashmë ka filluar, janë ngritur grupet e punës. Ajo çfarë është e rëndësishme dhe unë do ta nënvizoja është rishikimi i të gjitha shërbimeve vendore, sepse ne nuk mundet të digitalizojmë shërbime që në vetvete mund të jenë të organizuara në mënyrë deri diku kaotike. Ne duhet të thjeshtojmë shërbimet, nëpërmjet digitalizimit, ne të bëjmë të mundur aksesin e garantuar për gjithë qytetarët, uljen e kostos dhe patjetër rritjen e eficiencës në nivel vendor. Po ashtu një projekt tjetër shumë i rëndësishëm në kuadër të modernizimit të qeverisjes është AFMIS-i, por ky tashmë është i fokusuar për bashkitë në vend. Kuptohet që AFMIS-i nuk është thjesht një sistem financiar për sa i përket edhe detyrimeve që bashkitë kanë për të plotësuar nga kërkesat që ka Ministria e Financës, por në fakt është sistem i menaxhimit financiar që shkon përtej thjesht transaksioneve financiare. Është një sistem i cili do i ndihmojë bashkitë për sa i përket planifikimit dhe menaxhimit strategjik financiar, që ato duhet të kenë për sa i përket mirë funksionimit institucional. Kur flasim për performancën e shërbimeve, në vitin 2025 granti performancës njërisi i cili ishte i bazuar përgjithsisht në planet vendore, në vitin 2026 ne kemi filluar punën për ndryshimin e metodologjisë dhe
fokusimin e saj në shërbimet reale që ofrohen në territor. Ne jemi duke punuar sidomos ngushësisht edhe me ministrit tjera kur flasim për vlerësimin e shërbimeve, siç mund të jetë menaxhimi i mbetjeve, por jo vetëm, të cilat bashkitë kanë detyrimet për t'i ofruar. Ne duhet që gradin e performancës ta lidhim realisht me cilësinë e shërbimeve që qytetarët marrin në territor. Unë nuk po e zgjas më shumë, por po e mbyll me 2 procese që në fakt afektojnë çdo gjë që po ndodh dhe mbi të gjitha, kjo makineri e cila është duke u ndërtuar dita ditës, duhet do e mos t'i japi përgjigje 2 procese. Procesi i parë, absolutisht, procesi i integrimit, i cili në vetvete është duke sjellë, por do të sjellë shumë më tepër sfida për sa i përket bashkive në vend. Përgjegjësitë dhe standardet të cilat duhet plotësohen në nivel vendor do të jenë shumë të larta dhe patjetër kjo kërkon rritje të kapaciteteve dhe mbi të gjitha fuqizim të bashkive në territor. Nuk po ndalem më gjatë, sepse edhe ministrët në para e përmendën me detaje gjithë hapat që po ndiqen për sa i përket jo thjesht akis, por gjithë atyre iniciativeve ligjore që janë duke u ndërmarrë. Dhe kur flasim për reformën territoriale më pas, kuptohet që produkti që ne presim nga reforma territoriale është një produkt i cili do të lehtësojë të gjitha këto sfida që ne diskutojmë dhe mbi të gjitha të përgatisi bashkitë nesër që ta adresojnë jo thjesht sfida që do vinë si rrjedhojë procesin të integrimit, por mbi të gjitha sfidat që ka vetë territori, duke marrë në konsiderat të gjitha problematikat të cilat mund të krijohen si rrjedhojë ndryshime të ndryshme që vinë dhe kanë specifikat në secilën prej bashkive. Unë do doja të përmendja vetëm një fakt, kjo javë që ne do kemi përpara, duke pasur në konsiderat edhe kalendarin e komisionit të posaçëm për reformën territoriale, do të fillojë një tur faktmbledhës në territor. Dhe unë jam i bindur që hapim pasëm që ka të bëjë me vlerësimin e funksioneve të bashkisë dhe këtu përsëri, se këtu ka disa kryetar bashkish, e din shumë mirë që ne nuk mundet ta perceptojmë reformën si një reformë që do ndryshojë kufijtë e bashkive. Është po aq e rëndësishme, mos them që është më e rëndësishme, funksionet e bashkive. Ne nuk mund të krijojmë thjesht problemet që mund të kemi sot, t'i kthejmë ato në një territor më të madh apo më të vogël. Ajo çfarë ne kemi mësuar nga reforma e fundit gjatë 10 viteve të fundit, është lehtësisht e evidentueshme që analiza e detajuar mbi funksionet duhet jetë absolutisht një ndër elementet kryesorë që do të kemi konsiderat dhe së bashku me komisionin dhe me bashkëkryetarin e komisionit ne jemi duke diskutuar në mënyrë të rregullt dhe jam i bindur që do kemi një produkt pozitiv për të garantuar bashkitë qëndrueshme për ato që janë sfidat e Shqipërisë dhe aq më tepër 2030. Faleminderit.